Unë e pranoj fakti që Dolce duket një femër e bukur, duket femër e kulturuar, femër e sjellshme, patjetër. Normalisht çdo njeri ka të metat e veta. Unë kam vlerësime të larta për Dolçen, ashtu si për çdo femër këtu tjetër në shtëpi. A kam xhelozi ndaj Dolçes? Jo, sepse nuk kam xhelozi ndaj asnjë njeriu, sepse kthe prapë përgjigjen. Destinimi im është destinimi im. Unë luftën në këtë jetë e kam me veten time për ta formuar veten time. Alba, nuk ekziston dashuri pa xhelozi. Ti je kontradikt me vetja. Në rast se unë kam xhelozi, kam kundrejt limit, jo kundrejt Dolçes. Po kundrelimi për qa? Për një femër Dolce. Pyetja është a ke xhelozi ndaj Dolçes? Normal se ki. Ndaj Normal se Dolçes ki, edhe nuk kam maksimum. fare xhelozi. Psikologjike. Nuk kam pas ndonjëherë dhe nuk kam akoma tani. Bolla gabim. A do doja unë të isha në vendin e Dolçes? Tani, po patjetër që unë do doja të isha në vendin e faleminderit. Dolçes, sepse unë e prisja që ne do të vazhdojmë me Lirin bisedat aty ku i kemi lënë. Dhe jo ai të vazhdoj diçka pa u sqaruar akoma me mua. Por, në rast se ai ka vendosur që thjesht të vazhdoj jetën e vet pa u sqaruar me mua diçka, ka të drejtën e vet, të jetës së vet, të marrë vendimet si dëshiron ai. Nga ana ime, unë e mirëprisja një sqarim mirë me mua dhe pastaj o shipe, shko dhe vazhdoj jetën tënde si të dëshirosh ti, se Nuk të beson Alba askush. nuk lidh njëri me litar. Mund ta bëja në rast se nuk do ishim në kamerë, a? Kjo ishte thjesht shaka. Se Alba nuk detyroj askënd me zor. Njerëzit vinë vetë unë. Dhe me beso,